Shkoj të uta për 3 pikë në Elbasan? Besoj se po hyjmë fush, do hyjmë për të fituar, nuk hyjmë vetëm me ne të fush, me qenë fush. Ja. Mentaliteti jonë, dëshira, vullneti, angazhimi, gjithë janë për këtë që të hysh dhe të fitosh. Se çfarë ndodh pastaj? Kemi një ndeshje jashtëzakonisht të vështirë, dihet, çdo ndeshje është e vështirë. Rivaliteti në kampionatin shqiptar, ndryshimet midis ekipeve nuk është shumë i madh. Ne respektojmë, kemi gjithmonë respektin për kundërshtarin, por ashtu siç e kemi thënë, fillim të respektojmë veten tonë, nëse do të shkosh në një nivel më të lartë. Kështu që ne fokusohemi te puna jonë, te vazhdimësia, te stabiliteti i punës çdo ditë, dhe gjithashtu edhe duhet i përshtatim edhe ekipit kundërshtar që gjërat të jenë të vazhdueshme, kemi automatizëm, kemi stabilitet të lojë jonë. Në këtë 4 javë mi parë një numër të shtuar të tifozerisë të Elbasanit. Sa rëndësishme mund të jetë në transferin e Elbasanit duke parë organizimin e tyre? Po, është në jetën e përditshme që suporti i njeriu të ka nevojën e vet që të jetë i suportuar dhe i mbështetur nga njerëzit e rreth për qark. Kur shef një tifozëri të zjarë, kur shef një tifozëri që të mbështet, akoma motiviteti dhe mobilizimi shtohet akoma më shumë. Është më se e qartë, nuk ka dijen që kur klubet janë të mbështetur nga ekipet dhe ekipet i japin jo vetëm maksimumin, po japin edhe mbi maksimumin ndonjëherë, sepse nxjerrin nga thellësia e shpirtit ose e zemrës akoma e energji akoma më domethënëse, më të madhe. Çfarë elementesh kërkoni të përmirësoni pas ndeshjes me Vllaznin? Koncentrimi dhe organizimi i lojës që ndoshta pjesën e parë nuk ishin atë nivel që e kërkonim që punojmë çdo ditë, dhe disiplina e lojës.